Kosovës do të hiqen të gjitha sanksionet e vendosura nga BE duke nisur nga muaji janar. Ky lajm është bërë me dije nga presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, e cila mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën. Në fund të samitit dhe pas diskutimeve, u mor vendimi që të gjitha masat i hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqen sot dhe një pjesë në fund të janarit, njoftoi Osmani. Por teksa po ndante këtë lajm nga Brukseli për ndjekësit e saj në rrjetet sociale, në video shfaqur papritur kryeministri shqiptar Edi Rama. Ai e përgëzoi Osmanin për punën e bërë për heqjen e masave. Kjo gruaja ka qenë e jashtëzakonshme. Të vërtetën duhet me thënë, tha Rama ndër të tjera krahas një përqafimi që i dhuroi Osmanit. Kjo grua ka qenë e jashtëzakonshme sot, i ka zhbllokuar të gjitha fondet. Dhe Lorini që thot kemi lajme, ka kjo lajme dhe është merita e saj. Ti e di që unë nuk të dua, por të vërtetën duhet ta themi, tha Rama. BE-ja vendosi masën dëshkuese ndaj Kosovës më 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha së kohë se mbyllja e institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare, po minon përpjekjet drejt shtensionimit të situatës. Sipas një analize të Institutit për Studime të Avancuara GAP, masat e BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro në projekte të pezulluar ose të shtyra për afat të pacaktuar. Për shkak të kalimit të afateve, 7.1 milion euro janë humbur tërësisht. Sektorët më të prekur përfshin mjedisin me 350 milion euro, energjin me 114 milion euro, digitalizimin me rreth 57 milion euro dhe kulturën me 15 milion euro. Prej këtyre fondeve rreth 218 milion euro kanë qenë për projekte në kuadër të instrumentit para antarësimit IPA 2 dhe IPA 3 dhe rreth 395 milion euro për projekte në kuadër të kornizës për investime të Bashkimit Evropian për rajonin e Ballkanit Perëndimor.